Skerdi? Politikë. Po, nga të anisim, si fillim. Si fillim. Tek ajo pyetje kryesore, arrin dot SPAK-u që nga angazhimin e vet madhor, që është ndoshta një nga angazhimet më esenciale të një organi të akuzës në këto 35 vite përsa i përket zgjedhjeve, ta jetësoj për shkak të problematikës që e patë edhe nga kronika sa e vështirë është të jetosh një krim elektoral. Po, do jem dëshirë plot sot që SPAK-u të arrijë këtë lloj rezultati, pavarësisht se jam i bindur që nuk do ndodh. Do të nisem si fillim nga qarku i Tiranës. Është praktikisht e pamundur që të ketë sukses SPAK, ndërkohë që ministri i Brendshëm është në listën e hapur të Partisë Socialiste dhe gjithë policia është në trysnin e tij për të bërë vota për ministrin. Pra, kemi një lloj përplasje. Ke analizë besoj, se ke fakt, se që se vjen nga Imara, duhet të ishte mund më shumë analizë. Jo, ju referova qarkut më të madh në vend, po nëse do unë zbres probabiliteti, okay. Unë zbres në të gjithë terrenin. Pra, në një farë mënyre është si thua goditja e parë e rezultateve të pritshme të SPAK-ut. E dyta është vetë fakti që Rama, si filozofi politike, e ka të pamundur të ndahet nga korrupsioni zgjedhor. Rasti i fundit që ju kishit kronikën, ku flet për korrupsion në zgjedhjet e vitit 2019. Më duhet t'ja kujtoj edhe publikut që në 2019 Edi Rama kandidonte i vetëm. E kishte portë pa përpjekje. Sepse nuk kishte opozit. Dhe kur kandidoni vetëm, sërish shkon të vjedh vota, dërgon administratën të blej vota, dhe disa njerëz rrezikojnë të shkojnë në burg. Pra, dhe i vetëm në fush, me portën bosh, praktikisht, ai sërish e ka manin për abuzim me zgjedhjet. Që do të thot, SPAK edhe në këtë situatë, unë mendoj, si rregull, do duhet ketë shumë punë, me kaq abuzime sa bën qeveria, e mbetet barra e provës pavarësisht se precedentet i ka negativ. Ka precedenti negativ të dosjes 339, ka precedenti negativ të dosjes 184, ka precedenti negativ të zgjedhjeve të Rogozhinës. Ato ishin për mos kompetencën. Të cilat kanë humbur në drejtim paditur. Situata në Rogozhinë, që është sërish kundër SPAK, dhe në të vetmin rast precedent suksesi ka Himarën. Po nuk është precedent suksesi sa ai në vetmin rast i fitoi opozita. Jo, precedent suksesi për SPAK-un, përderisa gjykata i dha drejt. Denis, jo, korektim. Hetimin nuk e bëri SPAK-u. Kush e bëri? Hetimin e bëri prokuror të sot në Burg. E bëri prokuroria e Vlorës. Jo, pastaj u mor, ti po flet me njeriu direkt. Dakor, më pastaj e mori SPAK-u, është gjykuar në Tiranë. Kur e mori SPAK-u ishte në Burg personi. Po mund dakord. SPAK-u e mori për çështje kompetence, se ishte në Burg personi kur e mori. Pikrisht. Problemi ishte se ishte historim vete. Tani, ç'duhet pse ta solla si rast? SPAK që të i hyj gjithë Shqipërisë. Unë nuk besoj që është Fieri dhe Durrësi problem. Për mua problemi më i madh është Shkodra dhe Tirana. Në makutërinë e blerjes. Se kjo është çështje informacionesh. Zoti Premçi ka informacion. Basani gjithashtu. Po. Pra po thua janë disa qarqe. Patjetër, pra Shkodra, Tirana, po thua dhe këto dy qarqe që përmendni. Po. Mos harroni edhe një detaj tjetër. SPAK nuk është i ri në këtë histori. Se është një institucion që ka 6 vjet, por për 6 vjet ka ndodhur 3 procese zgjedhore. Po. Ndërkohë, në 3 procese zgjedhore, ne s'kemi asnjë të arrestuar nga pushteti. Okej, po kjo është herë e parë që ngrihet task force, a? Kjo po them që ndryshon në këtë rast. Çdo të thotë sepse e tha avokati, praktikisht 20 prokurorët e SPAK-ut janë të gjithë në terren. Pikërisht, pra, kjo është task force. Pra, për herë të parë unë shoh gjithë strukturën të angazhuar për zgjedhjet. Nuk është gjë e vogël. Shumë dakord jam me këtë pikë. Por në terren nuk do jenë në zyrë fare sa në terren. Por rezultati do të varet edhe nga informacionet që i shkon nga policia. Patjetër. Ndërkohë, policia në Tiranë është angazhuar të bëjë vota për ministrin e Brendshëm se ka listë hapur. Tani një sekondë, zoti Premçi tha jam i prirur ta besoj policinë. Nëse s'besoj policia, prokuroria atëherë i bie që mos i njihni zgjedhjet pa filluar fare. Se zoti Premçi ka 20 kusur vite në strukturën e policisë. Mos prit të flas kundër kolegëve të tij, se është dhe jo etike. Që do thotë nuk të bin SPAK-u tani. Zoti Premçi në këtë siklet. Jo, nuk më vën siklet. Pyetja kryesore, nuk të bin SPAK-u se tani dalin tek ajo. Denis, nëse ke parë gjykimin atëherë është e kot. E nisa fjalën time duke thënë jam dëshirë plot të SPAK-ut të arrijë këtë sukses. Po jo, është dëshira është tjetër gjë. Ndoshta ti mund të jetë herë e parë që më dëgjon të flas pro SPAK-ut, po mund të jetë dhe e fundit, po historinë vete. Ta shohim. Që në këtë çështje SPAK-u të ketë sukses. Sepse këtu goditet mekanizmi
kriminal i patronazhimit dhe i blerjes votës nga qeveria. Mua